Sot u përkujtuan martirët e masakrës në lagjën Tusuz të Prizrenit, ku 27 vjet më parë, forcat sërbe masakruan mizorisht 27 civil. Me këtë rast u mbajt një tubim përkujtimor, ku Isa Berisha si bashkë përjetuesi kësaj ngjarje dhe njëherët kryetari OVL-SDK në Prizren, tha prandaj bëj thirrje prokurorisë së shtetit që me fuqinë dhe dijenin e saj të bëjë gjithçka në mënyrë që të ketë drejtësi për më të dashurit tanë që mungojnë tash 27 vite, sepse vetëm drejtësia i mbyll plagët që kullojnë ende dhe vetëm drejtësia sjell paqe të qëndrueshme, tha zotëri Berisha. Kjo ngjarje nuk mund dhe nuk guxon të harrohet, sepse populli që harron sakrificën e vet rrezikon të përjetojë përsëri tragjedi. Kjo lagje nuk ishte thjesht një lagje, ishte vatër e atë dashurisë, ishte fortesë e rezistencës dhe krenarisë kombëtare, që herët këtu organizuan lëvizje patriotike, u hapën dyert të shtëpive dhe shkolla dhe deri në luftën çlimtare të Kosovës. Edhe pse projektoi arrestime, burgosje, djegje, vrasje, kjo lagje kur nuk u përkul. Qëndroi e pathyer përballë armikut dhe dha bit më të mirë për lirinë e Kosovës. Në këtë tokë u rritën dhe u kalitën patriot të mëdhenj, luftëtar, komandant që bën themelin e rezistencës sonë kombëtare. Kjo lagje ishte pjesë e pandashme e luftës çlimtare dhe në ndërbazat më të forta të UÇK-s në rajonin e Vrinit dhe për Prizren. Të nderuar familjarë dhe qytetarët, masakra që ndodhi këtu nuk ishte rastësishme. Ishte krim i planifikuar nga forcat paramilitare përballë luftëtarëve të UÇK-s që vepronin në këtë zonë e që u akmorën mbi civilët e pafajshëm. Në emër të komunës së Prizrenit ka folur nënkryetari i komunës Kujtim Gashi, e cili tha se kjo është një masakër më e rëndë në mesin e shumë masakrave që kanë ndodhur në Kosovë dhe pastaj vazhdoi. Prandaj thirrja për drejtësi nuk do të ndalet kurrë derisa të zbardhen të gjitha krimat ndaj atyre që e donin Kosovën të lirë. Padyshim që masakra e Tusuzit është një prej masakrave më barbare që kanë ndodhur jo vetëm në Prizren, por edhe më gjerë. Me një lagje ku forcat paramilitare serbe në pamundësi me u ballafaqu me djent, me vajzat më të mira të kësaj lagje, po edhe të territorit komunës Prizrenit, hakmirën mbi qytetarët e pafajshëm të kësaj lagje duke masakruar 27 civil të kësaj lagje. Padyshim që sot jemi këtu jo vetëm për të kujtuar këtë masakër, por edhe për të shpreh pakënaqësinë edhe si qytetar të Prizrenit, edhe si bartës të institucionit ndaj drejtësisë ndërkombëtare, e cila në vend se të nxjerr para drejtësisë gjithë ata paramilitarët të cilët me emër dhe mbiemër dihen në këtë masakër, sot padrejtisht në gjykatën e Agës gjykohen ata të cilët e filluan betejën më të madhe në historinë e popullit tonë për çlirimin e Kosovës, pra liderët udhëheqës të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Sigurisht që kjo është një padrejtësi e dytë që i bëhet dhe kësaj masakre, po edhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, një padrejtësi që ka vazhduar ndër dekada e shekuj ndaj popullit shqiptar, por unë besoj fuqishëm që një ditë edhe këta kriminalë të cilët kanë marrë pjesë këtë masakre dhe shumë masakra në Republikën e Kosovës, do të dalin natyrisht para drejtësisë. Kurse në emër të familjarëve sot ka evokuar qaste momente të dhimbshme Islam Thaçi. Sot në mëngjes e dija se do të më hidhe përsëri fjala dhe mendoja gjatë se çka të thënë pas 27 viteve që nuk është thënë për këtë masakër. Në realitet më preku pram postimi i birit një martirit. Ne si shoqëri po kalojmë faza të ndryshme. Tani më në Prizren është bën një dukuri fatkeqe emigrimit dhe organet e sigurisë shpesh po hasin e njerëz që në vetmi po largohen nga kjo botë. Ai kishte shkruar më falni. Dikush prindin e lën rrugë, po unë
të falja jetën vetëm për një përqafim të tij. Duke njohur nga afër edhe të ndjerin baban e tij, unë jam shumë krenar që Kosova ende ko trima, se 3.000 nuk ka qenë vetëm në luftë, 3.000 është të jesh, të qëndrosh, të ikë. Ja kthesh borxhin gjyshës nonës që me sa që mund të ka rrit për 27 vjetë. Derisa evokime sot ka ndarë edhe doktore Selami Sulejmani, i cili kërkoi që mos të harrohen këto masakra sepse historia din të përsëritet. Dëgjoni, fillimi ka qenë shumë i vështirë për mi të buhet gjithta sepse masakra në këtë ditë para në një fillim të shlirimit, të largimit të në paramilitarëve, forcave sërbe, ka qenë vështirë se këto janë këta martirë janë vrarë në për vende të ndryshme, në familjet të ndryshme, në për dhe varrimi është bërë në vende të ndryshme, jo në këto si e shihni sot. Ka qenë një përkushtim edhe një mundimi madh për mi këtu buhet gjithë këto me miratimin e të gjithë familjarëve me vendosën një vend që ky me qenë një vend emblematik për me ditë ky popull se ne shpejt harrojmë dhe i harrojmë këto, për me ditë ky popull se kjo liri nuk ka ardhur, po ka ardhur fal gjakut këtyre dhe shumë masakrave që ndodhen e gjithë popullit ynë, popullin tonë. Është punë që tash ne duhet të punojmë sepse liria është shumë vështirë fitohet, me gjak fitohet, por duhet me vjesër, me punë të madhe të mbahet kjo. Është e madhe, se më kalon në barkë, domethënë. Më 26 maj 99-ës, unë 25 gusht 99-ës kum le. Domethënë nuk e kum mujt as me më rinj as me pa. Është dhimbje e madhe, krenar jam deri pikë thunit, edhe më nona më jarujt këtë krenari edhe këtë mirësi, domethënë, që e ka baj për këtë vend. Këtë mesazh mu dënuar këta që kanë bërë këtë masakër, këtë luftë. Domethënë deri pikën e fundit institucioneve i lutemi që më konë ma korrekt, me punu ma drejt, a u gjimës milion anë është të punë. Pas kësaj u vendosën buqeta lulesh tek lapidari dhe u bën homazhe. Në këtë masakër anë për të mos u vdekur kurrë Sami Abdyl Megjiti, Shefik Abdyl Megjiti, Behar Abdyl Megjiti, Mirsat Osmani, Hyrmet Sulejmani, Hesat Gjemshiti, Bejano Gjemshiti, Bislemo Qengaj, Sevinaz Qengaj, Salih Elshani, Ymer Thaçi, Avdi Berisha, Refki Berisha, Hajrim Arifi, Sani Bajrami, Neki Gashi, Selim Berisha, Fejim Berisha, Gjemajli Poniko, Halil Poniko, Fazlie Maqkaj dhe Niazi Muaja e Fadil Ramadani. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.